Në pedonalen e Korçës është çelur një ekspozitë e veçantë që për herë të parë prezanton për publikun instrumente, fotografi, kostume dhe dokumente të ralla që tregojnë historinë e bandave muzikore dhe instrumenteve të frymës. Synimi i kësaj ekspozite është të afrojë publikun me trashëgiminë muzikore të Korçës, duke i njohur nga afër me instrumentet dhe formacionet bandistike që kanë ndikuar në kulturën shqiptare. Në kuadër të Airbeat Festivalit, cili është festivali bandave frymore muzikore, kemi sjellë një ekspozitë me instrumentet të cilat përdoren në formacione muzikore, kjo për të bërë të mundur që të jetë të prekshëm dhe të shikueshëm nga të gjithë publiku, sidomos dhe nga publiku i ri, i cili duhet të shohë dhe të kuptojë se çfarë dashurie janë këto instrumenta muzikore. Ekspozita ka sjellë për herë të parë për publikun klarinetën e mjeshtrit Nevruz Nure dhe kostumin e skenës së Mihal Cikos, krijuesi të operës shqiptare, si dhe elementë të tjerë të çmuar nga formacione të ndryshme muzikore. Del për herë të parë është kostumi i Mihal Cikos, i cili është pioneri dhe këngëtari i parë lirik diplomuar në Shqipëri në Konservatorin Giuseppe Verdi të Milanos. Gjithashtu dallohet brenda në ekspozitor edhe klarineta origjinale e Nevruz Nuret, atë siç e njohim neve të gjithë korçarët Lulushit të Shqipërisë, i cili ka qenë një virtuos i klarinetës. Ekspozita që vjen si pjesë e festivalit ndërkombëtar të bandave frymore do të qëndrojë e hapur për publikun, duke ofruar një udhëtim të rrallë në historinë dhe shpirtin muzikor të qytetit.